Tani tregom, domethënë cilët janë opsionet që ju nuk keni ndonjë marrëveshje përfundimtare, apo cilët janë opsionet për të cilët do zgjidhni një. Shimi, parim nuk kemi dilema se duhet del një kandidat i përbashkët i Vlenit si kandidat për kryetar komune në çdo komunë ku garën shqiptar. Ajo është e zgjidhur. Ajo është padyshim se aty nuk kemi dallime. Dallimet janë më shumë te listat. Unë kam insistuar jo tash, po mbasi u krijua qeveria 23 prill, qershor, 23 qershor vitin e kaluar, kishim një takim mbas 2-3 javësh, edhe konstatuam se më mirë Vlenin, fuzionimin eventual të Vlenit ta lejmë mbas zgjedhjeve lokale. Kjo ishte kërkesa e shumicës kryetarëve të partive, edhe unë prej atëherë kam thënë me që e lëm kështu, mendoj se në listat në zgjedhjet lokale, listat për këshilltar, duhet të dalim veç e veç, jo për diçka tjetër për të garuar mes nesh, po thjesht për të inkuadruar sa më shumë njerëz në garë. Shembull, në komunën e Tëtovës ka 31 këshilltar. Nëse dalim me një listë, ne duhet kemi telashe me antarësitë tonë. Ma shumë Besa, pasi që Besa është më e fuqishme në Tetovë. Kurse nëse dalim me listat veçanta, i kemi 124 kandidat për këshilltar. Dhe mobilizimi do jetë më i madh në këtë mënyrë, sesa nëse dalim me një listë vetëm do krijojë frustrime dhe pakënaqësi nëpër degët, në degët, çdo kush do thotë ne kemi më shumë, më pak është dhënë. Kështu që kjo ishte varianti që unë e propozova.